Një defekt i gypit kryesor të ujit nuk po gjen sanim tash e 6 muaj. Kjo për faktin se sipas banorëve, institucionet po luajnë ping-pong me përgjegjësinë. Ani pse banorët rrëfejnë se kanë njoftuar NPB-n disa herë në një përgjigje me shkrim për Kiksin, nga ky institucion mohojnë të jenë në dieni për këtë problem. Pas verifikimit të dhënave në sistemin tonë, ju njoftojmë se ndërmarrja publike banesore nuk ka të regjistruar asnjë ankesë apo kërkesë zyrtare që i referohet adresës së përmendur në emailin tuaj, lidhur me rrjedhjen e ujit apo me problematikën e përshkruar. Sipas tyre, veprimet ata ndërmarrin vetëm kur ankesat ju adresohen në mënyrë zyrtare, e prandaj edhe problemi është ende evident në mungesë të ankesës zyrtare në sistem. Dëshirojmë të theksojmë se ndërmarrja publike banesore trajton dhe ndërmerr veprime vetëm për rastet që raportohen përmes kanaleve zyrtare të komunikimit dhe që regjistrohen në sistemin tonë në mënyrë që të mund të evidentohen, shqyrtohen dhe procedohen sipas kompetencave përkatëse. Në mungesë të një ankese të regjistruar për këtë rast, nuk kemi pasur mundësi të shqyrtojmë apo të ndërmarrim veprime konkrete lidhur me problematikën e përmendur. Megjithatë, nëse banorët paraqesin një kërkesë zyrtare pranë ndërmarrjes publike banesore dhe konstatohet se çështja hyn në fushë veprimin e kompetencave tona, rasti do të trajtohet në përputhje me procedurat dhe përgjegjësitë tona institucionale. Banorët e lagjës Dardania për Kiks Kosovën u ankuan se nga KRU Prishtina e ndërmarrja publike banesore po marrin vetëm përgjigjen se nuk ju takon atyre sanimi, mirë po jo edhe një zgjidhje.